Sot janë bërë 26 vite ku me 27 prill të vitit 1999 forcat serbe vranë 376 shqiptar civil në fshatin Meje të komunës së Gjakovës. Sot familjar të martirëve dhe prijës të subjekteve politike të Kosovës bën homazhe në varrezat e martirëve në fshatin Meje. Homazhe me bashkëpunëtor bëri edhe kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti. Ai tha se masakra Mejës dhe Korenicës është më e madhja në historinë e luftës së fundit në Kosovë. E 26 vite më parë në këto fshatra të Gjakovës u vranë 376 civil shqiptar të paarmatosur. Meja është dëshmi e gjenocidit të Serbisë ndaj popullit shqiptar. Është masakra më e madhe në Mejë e në Korenicë, e cila na ka sjellur këtu në përvjetor për homazhe dhe për të takuar familjarët e mbijetuar, të cilëve u jemi përjet mirënjohës për qëndresën e fortë për gjatë gjithë këtyre viteve, ndërkaq dëshmorët e kombit, martirët e kombit janë emrat e artë në historinë tonë që nuk harrohen kurrë dhe po ashtu gjaku i tyre nuk humbet asnjëherë sepse ndodhet në themelet edhe të shtetit edhe të lirisë sonë. Në mes në këtyre 376 civilëve të vrarë, kanë qenë 11 nxënësë dhe 20 arsimtar dhe janë varrose, rivarrose, zhvarrose disa herë këto kufoma, kanë përfunduar në varreza masive në Serbi, në Batajnicë ku gjithsesi janë ekshumuar 744 shqiptar. Kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, pas homazheve që bëri tha se në Meje me 27 prill 1999 janë vrarë gra e burra, e Serbia ka vrarë shqiptar të fesë krishtere e musliman. Kjo është masakra më e madhe në Kosovë, pra më e madhe në Kosovë në numër të njerëzve. Janë të gjitha, pra të dy gjinive, të gjitha moshave, edhe po ashtu janë gjithë shqiptarë, edhe beshimit, pra krishten, katolik, po ka edhe musliman, është një dëshmi e krimit ma direkt kundër një popullit, pa mbrojtur kundër njerëzve, civilëve të pafajshëm. Kjo është një dëshmi e gjenocidit serb, vërtet është një dëshmi e gjenocidit serb këtu, edhe një porosi për brezha që duhet qëndrojmë bashkumë për lirinë, për atë dheun, për njerëzit e këtij veni. Në varrezat e kompleksit memorial të martirëve në Meje ende nuk janë varrosur të gjithë të vrarët, sepse forcat serbe pas masakrës që kanë bërë kanë zhvendosur në Serbi trupat e viktimave për të humbur gjurmë.